Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se Izraeli nuk duhet të lejojë të sabotojë armëpushimin mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, duke shtuar se qeveria e Benjamin Netanyahut dihet se nuk është e kënaqur me procesin e armëpushimit. Erdogan tha se Turqia po ndërmerr iniciativa të nevojshme për të ulur tensionet mes SBA-s dhe Iranit, për të zgjatur armëpushimin dhe për të siguruar vazhdimin e bisedimeve në Pakistan. Ai shtoi se është optimist dhe se negociata do të vazhdojnë pavarësisht mosmarrëveshjeve mes SBA-s dhe Iranit. Dritarja e mundësisë e krijuar nga armëpushimi duhet të shfrytëzohet. Nëse do të ketë paqe në rajonin tonë, ajo do të arrihet pavarësisht regjimit sionist. Nëse arrihet stabiliteti, do të jetë sërish pavarësisht qeverisë izraelite. Ai shtoi gjithashtu se sulmet e Izraelit në Liban po dëmtojnë shpresat për paqe dhe se Turqia do të vazhdojë të mbrojë të drejtat e vëllezërve tanë në bregun perëndimor të pushtuar dhe të ndjekë çështjen e fëmijëve të vrarë në gjumë në Liban. Ushtria serbe duhet të krijojë njësi me dron sulmues, tha të mërkurën presidenti Aleksandar Vučić, ndërsa vendi ballkanik synon të modernizojë forcat e tij të armatosura nga teknologjia e vjetruar e epokës sovjetike. Beogradi ka blerë tashmë armë dhe pajisje moderne nga Europa, Izraeli dhe Kina dhe dëshiron të përshtasë strategjinë e tij ushtarake me luftën moderne. Serbia është ushtarakisht neutrale dhe po balancon një partneritet me NATO-n dhe aspiratat për t'u bashkuar me Bashkimin Evropian me lidhjet e saj me Rusinë dhe Kinën. Pas një takimi me komandantët e lartë ushtarak në Beograd, Vučić, komandanti suprem i ushtrisë, tha se kishte propozuar krijimin e një njësie të pajisur me dron sulmues me rreze të gjatë dhe dron që qëndrojnë pezull mbi zonën e goditjes përpara se të sulmojnë objektivin. Përveç rritjes së prodhimit të dronëve që pres të shpërthejë këtë vit, ne do të kushtojmë shumë rëndësi digitalizimit të ushtrisë tonë, tha ai. Mendoj se në këtë drejtim do të jemi një nga ushtritë më ndërvepruese, më të theksuara dhe me kapacitet të madh, jo vetëm në rajonin tonë, por edhe më gjerë. Serbia mban një ushtri me 22.500 trupa dhe në vitin 2026 ka ndarë 3.3% të produktit të brendshëm bruto për shpenzime të mbrojtjes. Riarmatosja e Serbisë ka shkaktuar kritika nga Kroacia, Bosnia dhe Kosova, fshinjet e saj dhe ish armiqtë e luftës nga vitet 90, të cilët e shohin këtë si kërcënim për stabilitetin e rajonit. Beogradi e mohon këtë. Komentet e Vučić vijnë pasi një ditë më parë u njoftua krijimi një fabrike të përbashkët serbo-izraelite për prodhimin e dronëve. Në fillim të vitit 2025, Serbia bleu gjithashtu sisteme artillerie Puls të Izraelit dhe dron Hermes të prodhuara nga Elbit System për $335 milion, ndërsa në gusht 2025 bleu gjithashtu raketa me rreze të gjatë, dron dhe pajisje për luftë elektronike për rreth $1.6 miliard. Ajo ka bler avion transporti dhe helikopter nga Airbus dhe raketa e dron kinez. Beogradi ka bler gjithashtu avion luftarak Rafale të prodhuar nga Dassault Aviation për €2.7 miliard, $3.18 miliard, për të zëvendësuar avionët e vjetruar sovjetik MiG-29.